Dy të arrestuar nga operacioni antidrogës në Shkodër kanë deklaruar vetëm se janë shejtan dhe japin llogari vetëm Zotit, duke refuzuar të japin shpjegime për armët e gjetura në banesën në Orosh të Pukës dhe për lidhjet e mundshme me grupe terroriste jashtë vendit. Policia dhe antiterrori nuk kanë arritur ende të zbulojnë mënyrën se si Uka dhe Cumraku kanë siguruar armët, pasi të dy nuk kanë pasur të ardhurat të lishme që mund të mbulojnë shpenzimet për blerjen e armëve dhe municioneve. Hetuesit besojnë se dy të arrestuarit janë ndihmuar nga persona të tjerë për këtë qëllim. Uka dhe Cumraku ishin vendosur në Orosh të Pukës për rreth 2 muaj, ku dhe u rrethuan nga Renea gjatë operacionit që zgjati mbi 12 orë. Para shpërnguljes në fshat, të dy jetonin me qira pranë Kamzës, ku kontrollet e policisë nuk nxorën armë. Hetimet gjithashtu përqendrohen te një person i tretë i cili shpesh është parë në shoqërinë e të arrestuarve, sipas dëshmive të banorëve. Brenda banesës së braktisur të familjes së Cumrakut, policia i gjeti armë zjarri, municione, lëndë shpërthyese dhe një flamur të ISIS-it. Një grop rreth 2 metrash e hapur kohët e fundit dyshohet të ishte përdorur si magazin për armatimin. Erzen Uka dhe Julian Cumraku do të dalin për t'u njohur me masën e sigurisë në gjykatën e Shkodrës, ku rëndojnë ndaj tyre 4 akuza: nxitja, thirrja publike dhe propaganda për kryerjen e veprave me qëllim terroriste, prodhimi i armëve luftarake, kundërshtimi i punonjësve të policisë së rendit publik dhe mbajtje pa leje dhe prodhimi i armëve shpërthyese dhe municionit. Mëngjesin e së mërkurës, Erzen Uka u dërgua në urgjencën e spitalit rajonal të Shkodrës për të marrë trajtim mjekësor për plagën në këmbë.